Ardit Gjebrea zbulon se si e bëri për vete bashkëshorten. Ai rrallë flet për jetën private, por këtë herë Ardit Gjebrea ka ndarë disa kujtime nga koha kur u njoh me Anilën, bashkëshortja e cila prej shumë vitesh qëndron në krah të kantautorit të famshëm. E mbaj mend si sot, rrëfen Arditi, për momentin e parë kur ndeshi me gjimnazisten Anila. Ishte dezhurn tek shkolla Petronini Luarasi dhe detyra e saj ishte të mos linte njerëz të huaj, të mos hynin në shkollë. Tek dera e shkollës ajo më ndaloi te hyrja, por prepotenca prej të riu triumfoi. Unë hyra dhe fitova fillimisht zemërimin e saj, ndërsa më pas simpatin dhe kokfortësinë e saj. Megjithse që atëherë isha i njohur, ajo nuk pyeti për famën time. Por a e kishte të lehtë Ardit Gjebrea t'i thoshte të dua Anilës dhe si ndodhi? Tepër e vështirë ishte ta fusja në thes, por më në fund ja dola. Të dua e kemi thënë me puthje, më pas e deri më sot e themi çdo ditë, tregon moderatori i njohur në intervistë.